është zbuluar identiteti I shënjestrës kësaj lëndë plasës e këtij shpërthimi me drejtor, me fjalë për Enea Buzukjan, I cili është me detyrë specialist I monitorimit në terren pranë drejtorisë së monitorimit në rajonin e Veriut pranë drejtorisë vendore të tatim taksave në Shkodër. Është pikërisht zona ku ndodhem unë tani, është pikërisht lagja Ndocmazi, njohur ndryshe në Shkodër si Arra e Madhe, ku ka qenë pikërisht automjeti I parkuar poshtë banesës së tij në momentin që ai ka hyrë në automjet, lënda plasës e ka shpërthyer duke I shkaktuar plag, duke e plagosur. Fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin rajonal të Shkodrës. Paktën edhe nga policia, pista e parë hetimore e cila po ngrihet ditën e sotme lidhet me atë të detyrës së tij si punonjës pranë tatim taksave në Shkodër, ndërsa burimet të pakonfirmuara vetëm pak minuta më parë në fakt na njoftuan për një automjet I cili është I djegur në fshatin Dragoç në Postrib, I cili dyshohet se edhe mund të ketë lidhje me ngjarjen e sapo ndodhur pak minuta më parë pikërisht me shpërthimin me drejtor. Kjo ngjarje mbetet për të konfirmuar në fakt, pasi është një lajm I fundit, një automjet po digjet në Postrib në Dragoç, janë edhe forcat e policisë të cilët po shkojnë atje në këto momente.